Shkruajet e lista të lutem, kur të marr rrogën vitet i paguaj. Një fjali e zakonshme, po për mira familje shqiptare, ajo është bërë pjesë e jetës së përditshme, sepse paga mbaron përpara muajit. Por, ministra Ibrahimaj mendon ndryshe. Për të kuptuar se i përhapur është fenomeni i borxhit në markete, zhvilluam një vëzhgim në 5 lagje të Tiranës: Shkoz, Vila Gjermane, Laprak, Rruga Elbasani dhe Sirikodra. Folëm me pronar marketesh, familje dhe ekspert. Pam të njëjtën skem pothuajse kudo, një fletore, ndonjëherë edhe një telefon. Aty shënohen emri, data, shuma dhe pothuajse gjithmonë të njëjtat produkte: bukë, qumësht, vaj, oriz, sheqer, detergjent. Jo produkte luksi, jo dëshira, vetëm ato që duhen për të kaluar ditën. Pronarët e marketeve na thanë se kjo praktikë nuk është e re, por është bërë dukshëm e zakonshme pas rritjes së çmimeve në vitet pas pandemisë dhe ka ndryshuar edhe profili i klientëve. Në listë nuk përfundojnë më vetëm pensionistët apo familje në ndihmë ekonomike. Gjithnjë më shpesh janë njerëz që punojnë çdo ditë, por paga nuk u mjafton deri në fund të muajit. Ajo që gjetëm në këto lagje nuk është thjesht një histori borxhesh, por shenja të qarta të problemeve ekonomike të qytetarit mesatar. Sipas Eurostat, Shqipëria ka vetëm 42% të fuqisë mesatare blerëse të Bashkimit Evropian, duke rënditur në vendet me fuqi më të ulët blerëse në Ballkanin Perëndimor. Në të njëjtën kohë, sipas të dhënave të organizatës Qendresa Qytetare, 40.3% e shqiptarëve janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social, ndërsa rreth 461.000 persona jetojnë në pragun e rrezikut për varfëri. Ndërkohë, niveli i përgjithshëm i çmimeve është rritur me rreth 21% krahasuar me vitin 2020. Kostoja e jetesës është rritur, por të ardhurat nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Në Tiranë, një familje me 3 ose 4 antar shpenzon mesatarisht 35 deri në 60.000 lekë në muaj vetëm për ushqime, ndërsa në gjithë vendin rreth 56.000 familje trajtohen me ndihmë ekonomike. Ekspertët thonë se ulja e numrit të përfituesve nuk u tregon domosdoshmëri se varfëria e zvogëluar. Në shumë raste, kriteret janë bërë më të rrepta. Edhe avokati i popullit ngrit një jetë shqetësim. Institucioni vlerëson se minimumi jetik duhet të jetë paktën 23.000 lekë për frym, por Shqipëria ende nuk ka një minimum jetik të përcaktuar me ligj. Pa një standard të tillë, pagesat sociale mbeten shumë poshtë kostos reale të jetesës. Pasoja shihen çdo fund muaji. Sipas ekspertëve, krijohet një rreth vicioz. Kur vjen dita e pagës ose e pensionit, një pjesë e madhe e parave shkon menjëherë për shlyer borxhet e muajit të kaluar. Paratë që mbeten nuk mjaftojnë dhe lista hapet përsëri.